Në këtë video do të flasim për vitin e ri në Shqipëri dhe për mënyrën se si festohet kjo ditë e rëndësishme. Viti i ri në Shqipëri festohet më datë 31 dhjetor dhe 1 janar. Mbrëmja e 31 dhjetorit quhet Nata e vitit të ri. Viti i ri është një festë shumë e rëndësishme familjare në Shqipëri. Familjet mlidhen zakonisht në shtëpi për të festuar së bashku. Para vitit të ri, shtëpia pastrohet me kujdes. Shumë njerëz besojnë se një shtëpi e pastër do të sjellë fat të mirë për vitin e ri. Darka e vitit të ri zakonisht është shumë e pasur. Në tryezë ka shumë ushqime tradicionale. Ushqimet tipike janë gjeli i detit, byrek apo lakror, sallat ruse dhe ëmbëlsirat, baklavaja. Tryeza e mbushur simbolizon bollëk dhe begati. Në mesnat, njerëzit numërojnë sekondat deri në vitin e ri. Kur ora shënon 12, të gjithë urojnë njëri tjetrin gëzuar vitin e ri. Ka shumë fishek zjarre për rreth 10 minuta, muzikë dhe shumë gëzim. Zakonisht njerëzit mblidhen në tryezë përpara televizorit, ku jepen aktivitete dhe reality shows të ndryshme. Për shembull, në familjen time, gjithmonë kemi parë një program që quhet Portokalli. Portokallia është një program komedie dhe ata kanë një program special për natën e vitit të ri që zgjat rreth 5 orë. Në ditën e vitit të ri, njerëzit vizitojnë miqt dhe familjen. Fëmijët marrin ëmbëlsira, dhurata ose edhe para. Shprehjet më të zakonshme janë gëzuar vitin e ri, fat dhe mbarësi, një vit i mbar për të gjithë. Pra, kështu festohet viti i ri në Shqipëri. Si festohet viti i ri në shtetin tënd? Faleminderit që na ndoqët. Gëzuar vitin e ri 2026 dhe bashkë do të shihemi në vitin tjetër.